Himara ndes dritat e festave dhe të pemës së Krishtlindjeve. Në një atmosferë festive dhe shumë të ngrohtë të krijuar edhe nga fëmijët e shumt, por dhe qytetarët të Himarës, në sheshin kryesor të qytetit, aktiviteti ka startuar me zërin e mrekullueshëm të voglueshve në një koncert festiv. Kryetari i Bashkisë së Himarës, Vangjel Tavo, i shoqëruar edhe nga fëmijët, ka kryer edhe numërimin mbrapsht, duke ndezur më pas edhe dritat e pemës në sheshin kryesor të qytetit, ndërsa ka uruar për festa të gëzuara për të gjithë qytetarët e Himarës. Ju falenderoj nga zemra për pranimin tuaj sonte këtu për të ndarë së bashku këto moment të bukur të ndezjes së dritave të pemës së Krishtlindjeve. Krishtlindja në Himar ka gjithmonë një tingull të veçantë. Ajo vjen me zërin e fëmijëve, me dritat në shtëpi, me tryezat e mbledhur e familjes dhe me ndjesinë e mirë që na afron më shumë me njëri tjetrin. Dritat që po ndezim sonte janë më shumë se dekor. Ato janë një shenjë shprese, një përqafim i vogël për çdo familje dhe një kujtesë se drita nuk mungon kur edhe kur rruga bëhet më e vështirë. Në emër të Bashkisë së Himarës, ju uroj nga zemra gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri, me shëndet, paqe dhe begati për çdo familje. Dhe tani le të fillojmë të numërojmë së bashku mbrapsht për ndezjen e dritave të pemës së Krishtlindjeve. 4, 3, 2, 1. Gëzuar. Në intervistën e tij, kryetari i Bashkisë së Himarës, Vangjel Tavo, ka theksuar se tashmë ndezja e pemës së Krishtlindjes është kthyer në një traditë edhe për qytetin e Himarës, teksa ka theksuar se muaji dhjetor do të jetë mbushur me aktivitete, ndërsa nuk ka munguar të përcjellë një urim për të gjithë himariotët, por dhe qytetarët shqiptar. Patjetër, ne filluam vjet të traditë të ndezjes së pemës së Krishtlindjeve dhe të vitit të ri në Himar. Sikur se e dim të gjithë, janë festa të gëzuara për të gjithë, festa që sjellin shpresë, që sjellin dritë në çdo familje, festa të cilat festohen pa dallim në të gjithë vendin, ashtu edhe në Himar, janë festa që na bashkojnë dhe normalisht bashkia e ka për detyrim që të organizojë këtë ceremoni minimale, do të thoshja unë, për të bërë së bashku të gjithë himariotët në ndezjen, në procesin, në momentin e ndezjes së dritave të pemës së Krishtlindjes këtu në Himar. Ne që jemi në këtë ditë festa, do të thosha edhe një urim i juaj për gjithë himariotët, por edhe gjithë shqiptarët. Urimi shkon padyshim për gjithë himariotët dhe për gjithë shqiptarët, për të patur festa të gëzuara, Krishtlindje të mbara me shpresë, me shëndet, begati për çdo familje himariote dhe për çdo familje shqiptare. Himara zbukuruar kështu me dekorin festiv, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe një muaj ku aktivitetet nuk do të mungojnë dhe do të jenë të larmishme. E gjithë shëtitoria kryesore e qytetit të Himarës është mbushur me zbukurime të shumta, ndërsa ndezja e pemës së Krishtlindjes i ka dhënë një atmosferë tjetër qytetit bregdetar.